Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e televizionit Nova. Nuk mund të bisedohet për shtyerje të zgjedhjeve të 5 qershorit, sepse kjo do të ishe në kundërshtime me kushtetutën. Kryesia më e lartë partijake e VMRO-DPMNE-s janë shprehë të prerë që zgjedhjet e 5 qershorit të mos shtyhen, pa marrë parasysh se kush do të marrë pjesë në to, thonë burime brenda VMRO-DPMNE-s. Kurse në Komisionin Shtetëror Zgjedhor kanë konfirmuar se deri në kalimin e afatit, asnjë parti përveç VMRO-DPMNE-s nuk ka propozuar kandidat për antar të këshillave zgjedhore. Kryesia më e lartë partijake VMRO-DPMNE-s janë shprehë të prerë që zgjedhjet e 5 qershorit të mos shtyhen pa marrë parasysh se kush do të marrë pjesë në to, thonë burime brenda VMRO-DPMNE-s. Sipas të njëjtave burime, kryesia e VMRO-DPMNE-s ka qenë e prerë në këtë qendrim për shkak se sipas tyre kjo është e detajzuar në marrëveshjen e Përzhinos, ku nënshkrues janë të gjithë 4 partitë më të mëdha politike në vend dhe se sipas tyre tani pasi janë ofruar zgjedhjet është e pakuptim që të njëjtat të largohen nga firmat e tyre, të cilat i kanë vendosur në këtë marrëveshje koha më parë. Ta lëm krejt këtë anash, negociatorët e partive në Përzhino lejuan mjaft kompromise duke pranuar të gjitha kërkesat e LSDM-s, prandaj tani nuk mund të pranohet edhe një prolongim i dytë me radhë. Po të mos pranonim zgjedhje të parakohshme, as nuk do të dakordohej, as nuk do të prolongohej 24 prilli, por as nuk do të arrinim në këtë krizë të thellë politike. Mirëpo duke dashur të jemi konstruktiv dhe në interes të shtetit, tani po ndodh skenar edhe më i keq, që ata të cilët kërkuan zgjedhje të ikin prej tyre. Mësohet të kenë dhënë antarët e kryesisë së VMRO-DPMNE-s në mbledhjen e tyre të fundit, kurse në Komisionin Shtetëror Zgjedhor kanë konfirmuar se deri në kalimin e afatit asnjë parti përveç VMRO-DPMNE-s nuk ka propozuar kandidat për antar të këshillave zgjedhore. Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor thonë se kjo është porosi e qartë që nuk është qendrim përfundimtar i 3 partive si LSDM, BDI dhe PDSH se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje. Afatet mund të zhvendosen sikur në zgjedhjet lokale në vitin 2013, kur i zhvendosëm afatet që LSDM të mundet të propozoj kandidat për kryetar komunash dhe antar të këshillave. Nëse merren vesh 3 partitë, nuk do të kemi kurfar problemi për të zhvendosur afatet. Përveç kësaj, ekzistojnë edhe mënyra tjera që antarët e partive të kthehen në këshillat zgjedhor. Sot u paralajmërua takim mes liderëve të partive më të mëdha në Maqedoni, po takimi u anulua duke mos u bërë të ditura arsyet. Për sot, u paralajmërua takimi liderëve të 4 partive nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinës. Për tejkalimin e krizës politike, kjo njëherët u bë e ditur nga disa burime partijake. Siç u mësua, ky takim u paralajmërua si pasojë e skadimit të afateve për dorëzimin e listave për antar të këshillave zgjedhor, ku vetëm VMRO-DPMNE kishte dorëzuar ato pranë KSZ-s, ndërsa BDI dhe PDSH nuk kishin paraqitur propozime për antar të këshillave zgjedhor komunal, ndërsa LSDM vazhdon të mbajë qëndrimin që ka pasur prej fillimi. Arsyet e anulimit të takimit mes 4 liderëve të partive më të mëdha nuk dihen, por këtë informacion e ka konfirmuar edhe deputeti i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Petri Shilegov. Ndërsa pas anulimit të takimit u prononcua edhe zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani, i cili deklaroi se BDI qëndron e përkushtuar në bisedime për gjetjen e zgjidhjes. Mes të tjerash, Bujar Osmani shtoi: "Bisedimet për gjetjen e zgjidhjes vazhdojnë. Ne mbajmë qëndrim se cila do zgjidhje, duke përfshirë edhe zgjedhjet, duhet që të jenë të pranueshme për të gjitha partitë politike, nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinos." Me rastin e festës së 9 majit në ditën e jubileut të 20 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian dhe 20 vjetorit të hapave të parë të Sekretariatit për Çështje Evropiane, sekretariati në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë organizon konferencë shkencore ku do të marrin pjesë personalitete të shquara. Me rastin e festës së 9 majit, në ditën e jubileut të 20 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian dhe 20 vjetorit të hapave të para të Sekretariatit për Çështje Evropiane, sekretariati në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë organizon konferencë shkencore Republika e Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian 2020. Përvoja, sfidat dhe perspektiva, e cila do të realizohet në sallën solemne të Asham. Në konferencën shkencore, e cila do të fillojë në ora 9:30 minuta, fjalën e tyre hyrëse do të kenë kryetari i Asham, akademik Taki Fiti, zëvendës kryetari i qeverisë përgjegjës për çështjen evropiane,
Arber Ademi, ambasadori i Bashkimit Evropian dhe AIT i SBA-s në Maqedoni, Aiva Orav, ndërkaq në 3 panel diskutimet me fjalimet e tyre do të jenë pjesëmarrës persona eminent, ministra aktual dhe ministra të mëparshëm në funksionet publike, të kyçur në procesin eurointegrimeve, akademik, profesor universitar dhe ekspert. Fillon testimi ekstern për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Pas shumë ndryshimeve, afati u vendos prej datës 7 maj, gjëgjësisht ditës së nesërme deri më 11 qershor. Avokati i popullit në një deklarat informoi se ndryshimi i afatit për dhënien e provimit shtetëror nga 4 qershori deri më 28 maj në rrethana ku klasat e rregullta për të diplomuarit e shkollave të mesme përfundon më 20 maj. Është një shkelje e përafërt e të drejtave të studentëve që në mënyrë të veçantë u shkurtohet koha e përgatitjes për provim. Nga 7 deri më 11 qershor fillon testimi ekstern për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka deklaruar se pyetjet e nxënësve do të jenë në dispozicion një muaj para testimit të parë, gjëgjësisht nga dita e nesërme 7 maj. Fillimisht ishin prindërit të cilët kishin ankesa në lidhje me caktimin e datave të testimit ekstern. Këshilli i prindërve ka dërguar ankesë deri te avokati i popullit për shkak se testimet ishin të caktuara më 9 dhe 13 si dhe për 10 dhe 14 qershor. Edhe pse reagim kishte kohëve të fundit në lidhje me dhënien e maturës shtetërore edhe nga advokati i popullit. Në një deklarat për shtyp informoi se ndryshimi i afatit për dhënien e provimit shtetëror nga 4 qershor deri më 28 maj në rrethana ku klasat e rregullta për të diplomuarit e shkollave të mesme përfundon më 20 maj, është një shkelje e përafërt e të drejtave të studentëve që në mënyrë të veçantë u shkurtohet koha e përgatitjes për provim. Pas kësaj deklarat kishte edhe nga Mash, ku është raportuar se testimi në gjuhën amtare dhe letërsi do të jetë më 4 qershor. Matematik më 9 qershor, gjuhëve të huaja më 13 qershor, kurse në fizik, kimi, biologji, biznes, histori, filozofi dhe estetik më 15 qershor të 2016-s. Vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga Maqedonia në periudhën janar-mars të këtij viti arrin $1.086.103 dhe shënon rritje prej 4.3% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në periudhën janar-mars të këtij viti, sipas vëllimit të përgjithshëm të këmbimit të jashtëm tregtar, Maqedonia më shumë ka tregtuar me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Serbinë, Greqinë dhe Bullgarinë. Vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga Maqedonia në periudhën janar-mars të këtij viti arrin vlerën prej $1.086.103.000 dhe shënon rritje prej 4.3% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, bëri të ditur sot enti shtetëror për statistikë. Vlera e mallit të transportuar në 3 mujorin e parë të vitit arrin $1.497.696.000, që është për 2.2% më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Deficiti tregtar në periudhën janar-mars të vitit arrin $411.593. Këmbimi tregtar për prodhime tregon se në eksport më e madhe është pjesëmarrja e katalizatorëve të bartësve me metale të çmuara ose komponimet e tyre, seri të përquesve për ndezje dhe të ngjashme, për automjete, aeroplan ose anije, ferronikli, prodhimet nga hekuri dhe qeliko. Në import, më shumë janë të përfshira platini dhe legura e platinit të përpunuar ose pluhur, vajrat e naftës dhe vajrat e marra nga mineralet bituminoze, energjia elektrike dhe metale tjera nga grupi platinit dhe legurat e tyre të përpunuar ose në formë të pluhurit. Në periudhën janar-mars të këtij viti, sipas vëllimit të përgjithshëm të këmbimit të jashtëm tregtar, Maqedonia më shumë ka tregtuar me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Serbinë, Greqinë dhe Bullgarinë. Revista globale e saj Selection e rangon Maqedoninë në vendin e 3 sipas projekteve Greenfield për kokë banori dhe në vendin e 7 sipas projekteve Greenfield në Europën lindore. Këtë e ka pohuar edhe drejtori i drejtorisë për zona zhvillimore teknologjike industriale Viktor Mizo. Sipas tij, ky është rangimi i lartë i Maqedonisë, është valorizimi i përpjekjeve dhe autoriteteve të denitanishme.
Revista e renomuar globale Site Selection e rangon Maqedoninë në vendin e 3 sipas projekteve e Greenfield për kokë banori dhe në vendin e 7 sipas projekteve e Greenfield në Evropën lindore. Drejtori i Drejtorisë për zona zhvillimore teknologjike e industriale Viktor Mizo ka pohuar se Maqedonia është e ranguar në Evropën lindore në vendin e 7, të lartë sipas numrit të projekteve e Greenfield. Site Selection ka bërë analizë në bazë të destinacioneve më konkurruese për tërheqjen e investimeve Greenfield për vitin e kaluar në bazë të numrit të kompanive të cilat i kanë filluar projektet e tyre dhe Maqedonisë, që është ranguar në Evropën lindore në vendin e 7 të lartë sipas numrit të projekteve Greenfield, ndërsa sipas numrit të projekteve Greenfield për kokë banori e ka marrë vendin e 3. Kjo do të thotë se vetëm Çekia dhe Hungaria janë para Maqedonisë sipas numrit të projekteve Greenfield për kokë banori. Deklaroi sot drejtori i Drejtorisë për zona zhvillimore teknologjike e industriale Viktor Mizo. Ai thekson se ky është rangimi i lartë i Maqedonisë dhe është valorizim i përpjekjeve dhe aktiviteteve të deritanishme. Ajo që deri tani është ndërmarrë, rezulton edhe një revistë e renomuar global të valorizojë aktivitetet, ndërsa kjo do të thotë se në mënyrë shtesë do të ndikojë në kompanitë e reja të cilat do të shqyrtojnë mundësitë për investim në vendet e Evropës juglindore të vendosin në artën e tyre investuese gjithnjë më lart. Eksporti kaloi mbi 565 milion euro, që do të thotë se dallimet mes eksportit dhe importit është mbi 130 milion euro për 4 muajt e parë të vitit. Mizo informoi se eksporti në 4 muajt e parë të vitit është rritur për 30,4% në krahasim me vitin 2015. Ai shtoi se në mënyrë shtesë ekzistojnë indikacione dhe se do të rritet eksporti përmes kompanive që tashmë punojnë, por edhe të atyre që së shpejti do të fillojnë me punë. Para së gjithash, siç tha, Gentermi, i cili është në fazën përfundimtare të ndërtimit të kapacitetit prodhues në Prilep, ODV Elektrik, i cili këtë verë duhet të përfundojë reparti në zonën e Strugës, por edhe Key Safety, sistemi i cili në mënyrë aktive filloi me punë ka fillimi i muajit mars. Aktualisht në zonën e Shkupit ndërtohen 3 kapacitete prodhuese. Aty është kompania Hightech, GS kompania gjermane, si dhe faza e dytë e Van Hull, që do të thotë se aktivitetet vazhdojnë. Pritet të fillojë ndërtimi i Johnson në Strumnic, ndërsa në Kondevo përfundon pogonin e vet prodhues në zonën e Shtipit dhe do të fillojë me punë Kahmesi i Verës. Gjatë ditës së djeshme në rajonin e Shkupit ka ndodhur 11 aksidente që kanë shkaktuar dëme si materiale ashtu edhe fizike. Sipas Sasho Damjanovski, kjo ndodhi si shkak i mos respektimit të rregullave gjatë vozitjes. Prandaj dhe ka sanksione të ndryshme. Në rajonin e qytetit të Shkupit gjatë ditës së kaluar ka ndodhur gjithsej 11 aksidente trafiku, prej të cilave 6 me pasojë dëme materiale dhe 5 me pasojë lëndime trupore, në të cilat lëndimet e lehta kanë marrë 7 persona, siç informon Sasho Damjanovski nga SPB Shkup. Gjatë ditës së kaluar nga ana e policisë komunikacionit janë zbuluar edhe sanksionuar numër gjithsej e më i madh i kundër vajtjeve. 2 shoferi kanë drejtuar automjetet e tyre në ndikimin e alkoolit dhe janë përjashtuar nga komunikacioni, ndërsa 3 shoferë kanë kaluar në dritë të kuqe të semaforit. 6 shoferë gjatë drejtimit të automjetit nuk kanë shfrytëzuar rripin e sigurisë ose kanë përdorur telefonin celular. Janë kapur edhe 40 automjetre të parkuara në mënyrë jo të rregullt. 7 persona e kanë drejtuar automjetin pa patent shoferi, ndërsa 10 shofere kanë drejtuar automjetin pas skadimit të patent shoferit. Me ndihmën e automjetit special gjatë ditës së djeshme janë larguar 63 automjete. Në pjesën e aktiviteteve parandaluese, sot do të mbahen punëtori edukative me nxënësit nga klasa e 4 në shkollën fillore Strasho Pingjur dhe me nxënësit nga klasa e 2 dhe e 4 në shkollën fillore Dimitir Pop Perovski, komuna e Gjorgje Petrovit. Pas 41 vitesh zbulohet ditari sekreti Enver Hoxhës për shënime për poezinë me zitën Buroja politike, u mblodh të Ismail Kadares, i cili do të jetë pjesë e librit Kadare në dokumentet e Pallatit të Ëndrave të gazetarit Dashnor Kaloçi. Në anën tjetër, Prokuroria e Kosovës dhe Policia e Kosovës pritet që pas pak minutash të nisi një aksion për konfiskimin e pronave të uzurpruara në Prishtinë dhe Ferizaj.
Zbulohet pas 41 vitesh ditari sekreti Enver Hoxhës me shënime për poezi në mesdit Byroja Politike umblodh të Ismail Kadares, i cili do të jetë pjesë e librit Kadare në dokumentet e Pallatit të Ëndrave, të gazetarit Dashnor Kaloçi, studiuesit të njohur të aktivave të periudhës së komunizmit. Shënimet e Enverit në ditarin e tij personal të datës 20 tetor 1975 dëshmojnë se ai ka shpërthyer tejet i egërsuar ndaj Ramizit, që kishte pëlqyer poezinë e Kadares dhe fjalori banal plot sharje e nga më të rëndat ndaj autorit, për të cilin shprehet: "Është e qartë, Kadare është kundërrevolucionar dhe me atë poezi denigruese e sabotuese maskon punën armiqësore." Si dhe letra e Mehmet Sheut ku i lutet Enverit që të falë shkrimtarin duke i kujtuar se ai nga origjina familjare nuk është armik. Dokumenti që po botojmë më poshtë është pjesë e ditarit personale sekrete Enver Hoxhës dhe bëhet publik për herë të parë pas plot 41 vitesh. Duke pasur parasysh marrëdhëniet e shkrimtarit Ismail Kadare me udhëheqësin komunist që në gjalljen e tij diskutimet, përfoljet dhe spekulimet e shumta që janë bërë e vazhdojnë të bëhen ende, si dhe disa debate apo replika në distancë të tij, me të vënë e diktatorit Nexhmije Hoxhën lidhur edhe me dorëshkrimin e romanit Dimri i vetmisë së madhe që zonja Hoxha disa vite më parë nuk pranonte t'ia kthente autorit, mendojmë se ky dokument është një nga më të rëndësishmit të gjithë kapitujve të librit. Prokuroria e Kosovës dhe Policia e Kosovës pritet që pas pak minutash të nisi një aksion për konfiskimin e pronave të uzurpuara në Prishtinë dhe Ferizaj. Gazeta Zëri mëson se vlera e pronave të uzurpuara ka vlerën prej 8 milion euro. Po ashtu, sipas burimeve të Zërit në prokurori, ky aksion ndërmerret pas hetimeve që Gazeta Zëri kishte publikuar rastet e uzurpatorëve të pronave. Mësohet se arrestime nuk do të ketë për vetëm nëse policia ballafaqohet me rezistencë të uzurpatorëve. Njëra nga pronat më të mëdha që do të ka vlerën prej 3 milion euro. 530 numri i ndërmarrjeve shoqërore të shitura nga Agjencia e Privatizmit që nga viti 2002, duke filluar nga një prodhues i nikelit me 2.000 të punësuar, që është shitur për 30 milion euro, e deri një fermë e vogël e shitur për 12.000 euro. Procesi i privatizimit tani pothuajse është kryesisht i kompletuar, duke lënë vetëm ato që nuk mund të shiten pa përfunduar likuidimi. 600 milion euro të ardhurat nga shitja që qarkullojnë në Bankën Qendrore kryesisht për riinvestimin jashtë vendit. 20% të fitimeve nga shitjet janë shpërndar për ish-punonjësit mbi 100 milion euro e deri më tani. 43.000 numri të punësuarve të ish-punonjësve të cilët kanë marrë një pjesë të ardhurave nga privatizimi. Dje u luajtën edhe gjysmë finalet e Europa League mes Liverpoolit dhe Villarrealit dhe Seviljës dhe Shakhtar Donetskit, ku finalist do të jetë Liverpooli dhe Sevilla. Gjithashtu mësojmë edhe shumë të reja rreth futbollistëve kosovar që luajnë për kombëtaren e Zvicrës, si dhe rreth fatit mbrojtësit të kombëtares shqiptare Elseid Hysaj. Liverpool dhe Sevilla janë dy skuadra që do të ndeshin në finalin e Bazelit në 18 maj. Europa League mbyll fazën e parafundit duke hapur portën e madhe të finales ku skuadra Jurgen Klopp do të sfidojë Sevillan që për të tretin sezon rresht do të kërkojë suksesin evropian. Anfield Road madhështor ngriu këmbët Villarrealit, që u dorëzua në fushën e britanikëve legjendar, të cilët triumfuan 3-0 duke shuar shpresat e nëndecës së verdh, edhe pse i bereket kishin fituar 1-0 sfidën e parë. Ishte Bruno Soriano i që dha një goditje të rënd skuadrës së tij që në minutën e 7, pasi devijoi në rrjet topin. Duke nisur me njëherë në malore, Liverpool nuk e uli ritmin, as gjatë minutave në vazhdim duke afruar disa herë golit me Daniel Sturridge, Firmino e Coutinho, që ngjallën panik në zonën e skuadrës së Marcelinho Garcias. Ishte pikërisht Daniel Sturridge që në minutën e 62 nuk gaboi në rrëmuin e krijuar brenda zonës së repcis. Llogaritë e kualifikimit u mbyllën përfundimisht 10 minuta nga fundi. Lallana i vetëm pak centimetra larg vijës fatale shkatërroi shpresat e Villarreal. Në sfidën tjetër, Sevilla e frymzuar nga francezi Kevin Gameiro nuk zhgënjeu duke fituar 3-1 në një ndeshje me pak histori. Ishte Gameiro që në minutën e 10 hapi serinë e golave, ndërsa Eduardo barazoi llogaritë në minutën e fundit të pjesës së parë. Sanchez Pizjuan shpërtheu në të 47-ën pas një tjetër realizimit të Gameiro, ndërsa Mariano vulosi kualifikimin. Në St. Jacob Park të Bazelit do të zbresin në fushë dy prej skuadrave më të titulluara të këtij kompeticioni.
Sevilla ka fituar këtë trofe plot 4 herë, ndërsa Liverpooli numëron 3 kupa UEFA. Finalja e këtij sezoni premton spektakël. Ish trajneri i Zvicrës Otmar Hitzfeld ka folur në lidhje me të ardhmen e Xherdan Shaqirit dhe Granit Xhakës te Zvicra pas pranimit të Kosovës në UEFA. Sipas tij, dy ish-lojtarët e tij nuk do të ndërrojnë Zvicrën për Kosovën. Së pari duhet të presim dhe të shohim se çfarë do të vendos Kongresi i FIFA-s dhe më pas do të vendosin nëse lojtarët që kanë luajtur për një vend tjetër mund të luajnë tani për Kosovën, apo pas 2 ose 5 vitesh. Sipas tij, Shaqiri e Gjaka kanë lidhje të ngushta me kombëtarën zvicriane. Kombëtari është e paprekur, është krijuar atmosferë e mirë. Ata janë të lumtur kur e shohin veten e tyre aty. Janë rritur që nga fëmbëria së bashku, prandaj jam i bindur se Xherdani dhe Graniti do të vazhdojnë me Zvicrën, shtoi trajneri gjerman. Unë mund të imagjinoj se sa të vështirë kanë ata. Kjo është si të jesh në familje dhe të diskutosh për fëmijën tuaj, të luaj për rënjët e tua apo për vendin ku je rritur. Është çështje e ndërgjegjës tuaj. Nëse ata i kushtojnë vëmendje karrierës së tyre me kombëtaren zvicrane, shanset i kanë për suksese më të mëdha. Nëse zgjedhin kombëtaren e Kosovës, kjo është gjë emocionale. Nuk kanë fund ofertat për Alseid Hysaj pas një sezoni fantastik dhe interesimit të shfaqur nga Barcelona, tashmë dhe Bayerni që kundërpërgjigjet. Sipas Tuttosport, disa vazhgues të klubit gjerman ishin të hënën në São Paulo për të ndjekur takimin Napoli-Atalanta dhe për të parë nga afër mbrojtësin e kombëtarës Son. Hysaj shihet si zëvendësues ideal i 32 vjeçarit Filip Lam dhe 30 vjeçarit Rafinha. Mendoj se bavarezët do të ofrojnë 20 milion euro. Nëse oferta zyrtarizohet, vështirë se do të refuzohet nga Napoli. Të nderuar shikues, kjo ishte tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.